Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur miq, jemi sot në episodin e radhës me një mik të ngushtë të pushtetit vendor, Gjon Gjona, ish kryetari i Bashkisë PUK, që vjen nga një qytet shumë e bukur, shumë të dashur për mua në fakt, një qytet me histori, me bukuri natyrore. Aty edhe Migjeni ka dhënë mësim dhe ka gjetur edhe burim frymëzimi për shumë poezi të tij. Dhe në fakt PUK-a ka ndryshuar shumë, sepse vetë Migjeni ka pasur këto vargje kaq bukura edhe nga ajo përvoja që kishte në atë vend të varfër në PUK, por mund të them me plot bindjen që vitet e fundit PUK-a ka ndryshuar shumë, fal edhe punës suaj. Gjon Gjonaj është ish kryetar bashkia PUK. Periudha në të cilën ju keni administruar këtë qytet, Gjon, ka qenë periudha që PUK-a pësoi një transformim të jashtëzakonshëm. Ç'mund na thoni për këtë ndryshim dhe sa krenar ju bën kjo gjë? Rrallë parë duhet falenderoj ju për ftesën që mbat për podcastin tuaj, ku duhet të rrëfejmë ashtu si qashtë gjithë realitetet tona që na rrethojnë, gjë për cilën ne jo vetëm që kemi marrë përsipër në atë kohë gjatë atyne periudhave të 2 legjislacione për të paraqitur si kandidat dhe me vonë kryetar bashkie, po ne duhet jena të ndërgjegjshëm për të shpjeguar gjithë vjushmërinë e këtij rrugtimi gjatë të vështirë, ku për cilën ne realisht duke u armatos edhe me reformën e 2015, e cila që një armë shnosh që na erdhi në ndihmë, heqi kjo skëzimet dhe na bani ne të veprojmë në përputhje të reja, me një qasje të re, jo vetëm ndaj organizimit e drejtimit, por edhe ndaj e marrëvajtjes punës tonë në shërbimet ndaj popullatës. Gjatë se periudhë ne patëm sforca të jashtëzakonshme, një nivel i ulët arsimor e kulturor kishte përfshirë gjithë këto skëzime, nepotizmi dhe abuzimi me detyrën kishte arrit kulmin, ishte domosdoshmëri, bile mund të ishte ndërhyrja me veçantë që bani qeveria shqiptare për ta ndryshuar këtë situatë. Dhe secili gëzoi një liri më të madhe, gëzoi një performancë më të mirë dhe u vun të gjitha direktivat e qeverisë, objektivat më mirë me thonë, u vun në zbatim. Mirë po kjo nuk mjafton, Juli. Nuk mjafton për një arsye të krejt thjeshtë. Çdo reformë ka fatin kohor të saj. Ne vinim nga një organizim e drejtimi i komunave jashtëzakonisht i çrregullt, gjë për cilën kishte vështirësi të organizate, të vite shërbimi afër qytetarit e shumë gjëra tjera. Por ajo që duhet ta vlerësojmë secili prej nesh, nepotizmi dhe abuzimi kishte arrit kulmin, nuk kishte kulm më të madh. U do të patjetër që ne, me objektivat të shtruar nga qeveria shqiptare, në përputhje me këto, ne duhet bënim një organizim të ri, të jetë sa më funksional, të jetë sa më i efektshëm, të jetë sa më afër qytetarit. Dhe këtë besoj se gjithë ato ish koleg të asaj kohe, bën një punë të shkëlqyer. Ishte një munë i madh për të kthy nga ligji më thjesht deri tek më i vështiri. Pa ka pas sfidat e veta, reforma. Megjithatë, puna e administratorit të pushtetit lokal ka ato bukuritë e veta, momentet bukura dhe të vështira. Ju personalisht, çfarë moment të bukur mund të ndanit nga gjithë ajo periudhë gati 8 vjeçare në administrimin e njësisë PUK? Edhe si u ndjet ju kur nuk arritët të fitonit për herë të tretë pas asaj pune të jashtëzakonshme që kishit bërë për njësinë vendore PUK? Ku gabuat? Në rrallë parë, unë duhet të jem shumë korrekt me përgjigjen e kësaj pyetje, e cila më bën të reflektoj edhe të rishikoj veten edhe një herë këtu ballë për ballë me ju, cilat janë anë pozitive gëzimet e mëdha. Gëzimi më i madh imi ishte sepse arrita të formoja një administratë të mrekullueshme 33-jash, ku 70% e punojësve të bashkisë ishte me 33-ja. Dhe bile kam mbajt mbi supe shumë fymje nga qytetarët se kjo bashkia fëmijëve. Për të çudit kur këto fëmijë ishin nipa mbesa të këtyre qytetarëve. Po ato vetë nuk kishin besim të këto 33-ja.
po unë kisha një Kjo pas besim. ka qenë një risi dhe për të thënë për një kryetar me një moshë Unë relativisht të re. kisha një kënaqësi, unë kisha ka një qenë në sas, i vizionin trajtoja si me kënd pjesëtar, nipa dhe mesat mijat, dhe këtu gjetat në mbështetjen. Mos kujto Jul, se ato gjitha i mori punësh, ju e dini vetë dhe po e drejtoni vetë sot, nuk mund të kryhen vetëm, pa një pjesëmarrje të tillë gjanë. Unë nuk kam një projekt që kam bërë nga grupi projektimit përveç se me specialista që posa kishin dalë nga bankat e shkollës. Dhe në të gjitha projekte kam fitu. Nuk kam fitu me lmosh, kam fitu me konkurim dinjitës. Dhe kjo më ka kënaq dhe më ka ngrënë shumë. Dhe kjo administrat do kohën e vet, do përpjekjet e veta, do munin dhe dirsen. Kam arrit me jo kultivu, sepse një specialist që nuk e nxen karriken, nuk mund t'i shërbejnë e punës. Pra ato kanë ne me 10 orë, me 11 orë, bashkë me to kam ne edhe unë. Kështu që gjithë këto arritje kanë qenë si rezultat i kësaj administrate, po edhe i times mrena. Por kjo nuk do të thotë që ka qenë vetëm individuale. Jo. Unë kam marrë gjithë kapacitetet e mundshme dhe për këta më vite një gëzim dhe dilsha të nesmen me një energji shumë më të fortë se sa ditëm në përpara. Sepse ishna në unison mendimi e veprimi. Çdo vendimarrje u diskutohet paraprakisht për projekte të ndryshme, anë pozitive e negative, sepse normalisht që po bën një reformë aq të thellë transformuese në infrastrukturë, krijon vetvetiut shqetësim të qytetarit, sepse qytetari është kultivuar më të ndjen e hajtë se jam mirë i shto etj. Pra është desh një punë shumë e madhe këmbgulse, pa përjashtu në mënyrë veç absolute, nuk e përjashtoj ndimen që më ka dhënë qeveria shqiptare në mënyrë të veçantë Edi Rama. Po nuk ju përgjigjet asaj pyetjes tjetër që lidhet Edhe problemi i dytë, duke pa gjithë këta rezultate, pse nuk arriti të fitoje mandatin e tretë? Sinqerisht unë nuk e huma mandatin e tretë me PD-n. Unë e huma mandatin e tretë me PS-n. Dhe krahas PS-s ju bashkangjiten si me mastiç elementat trafikant dhe njerëz pa lidhje me pukën, por thjesht dënin që ato kinin zona influencë, zona fushe, vepruse. Unë as edhe një minut as në momentin e parë, as të funit, nuk u lidha, nuk u bona nuk u bëre pjesë e kësaj. Pjesë e kësaj. Dhe për këta jam shumë i bindur dhe këtë do basha edhe nesër po të konkurroj. Absolutisht. Dhe kështu je i nderuar Absolutisht sot jam kryelar të dalë në qytetin e Pukës, të shetis vetëm apo me shok, nuk mundet njeni me më thonë që ju keni një detyrim këtij komuniteti, ose mu. Megjithatë tilla gjana kanë ndodhin e do të ndodhin. Tjetër që gjatë punës ka dhe gjëra që s'realizon dot. A kam desh në ndërhyrjen më të madhe të qeverisë shqiptare? Po, e kam desh, e kam kërku me çdo kusht, jo për të mbajtur mosh, po për të mbajtur një nalet, një pengesë këtyre elementeve që jinin me shifra marramense. Dhe A kjo vëzhgoni ende pjesëtar në politik? Apo thjesht e vëzhgon nga jashtë situatën politike unë në nuk Shqipëri? mund të largohem nga politika, Jul, me qenë se kam një jetë tanë që merrem me politikë. Unë jam me rrit në Puk, pavarësisht nga lëvizjet pjesore që kam bën në qytetin e Tiranës, por gjithnjë kam pasur parasysh një nostalgji timen që më lidh me Pukën, historikisht qysh mbarimin e shkollës lartë, dhe gjithë vlerat e kapitalit tim i kam investuar atje për zhvillimin e turizmit malor, jo me idenë e fitimit, po se sa me idenë e një pionieri, i cili do të bëhet nesër bashkëkollëtar me shumë tjerë. Si që tregojnë edhe gjanat tjera që kanë zhvilluar aty në Puk, dhe për mu, politika është pjesë e jetës time. Unë nuk kam një vit apo 2 apo 10, kam disa vite që kontribuj për Partinë Socialiste, jam me gjitha masat e Partisë Socialiste, do më shtes gjithnjë Partinë Socialiste, dhe kur shikoj disa shok që janë ngrit në piramida lart, duke ndryshuar ka 3-4 parti, vetë të më vjen çudi. Në fakt kanë gati 58 ditë dhe ende vazhdojnë një protestë kundër establishmentit në fakt. A qëndrojnë si mendoni ju kërkesat e tyre par këtë në këndvështrimin qytetar, po dhe si ish administrator lokal? Për mua çdo lëvizje është fillim. Dhe ato kërkesat atyne
janë drejt për drejti që kanë të bëjnë me dobësitë e punës administratës shtetërore dhe qeverisë shqiptare. Normalisht ajo që më ban të shqetësohem janë disa individ veçantë, ndoshta me kontroll pa kontroll, kjo është shkalla e organizimit atyre, që kërkojnë domasa dragoniane. Sot nuk mund t'i kërkosh burg X-it dhe Y-it, në një kohë kur ti ke një platformë, ke një motiv për cilën e ngre, dhe këtë motiv duhet ta shohësh në vijshmëri nëse partia ka një reagim apo jo. Ajo që më ban të ndjehem edhe unë jashtë kësaj lëvizje, pavarësisht e përkrahit disa pjesë kësaj lëvizjes, është që administrata e shtetit dhe qeveria shqiptare nuk po tronditet 60 ditë. Pra ajo do të merrte përsipër, do të bëte një takim urgjent me administratë, me njësi bazë qysh në pushtetin vendor, edhe deri tek qeveria për të marrë masa, për të riparu 1, 2, 3 zona. Asamblen socialiste. Nuk është asambleja çfarë zgjidhi, cila është zgjidhja, për të mbledhur mund mblidhesh 20 herë. Që ditën e tretë të kërkesave të kësaj lëvizje do të mbledhte administrata, ato janë vendimmarrës. Nuk është për të thënë objektiva. E din ti që ne mund të jena si partia më avantgard në Europë për direktivat që marrim edhe që na japin gjatë takimeve. Po është e rëndësishme konkretizimi. Kjo do të ishte gjëja më e madhe. Po, është vëre në fakt gjatë protestës edhe shumë ish zyrtar të Partisë Socialiste, po edhe deputete që janë nga zona e qarkut Shkodrës, ku ju jeni pjesë, si Paulin Luli, që ka kandiduar me sadi edhe në zonën tuaj, Mariana Koçeku. Vetë Gjoni si e mendon këtë? Mandati deputetit duhet të jetë strikt i lidhur me orientimet e partisë apo me bindjen e brendshme të përfaqësuesit popullit dhe të kërkojë më të mirën për komunitetin që përfaqëson? Ne në rrallë parë duhet bëjmë një diferencë mes njenit edhe tjetrit, mes Pavlinit dhe Marianës. Mariana një vajzë shumë e përgatitur, e mirë arsimuar për ne, me ide jashtëzakonisht përparimtare, por duke pa veten në një terren të papërkrahur nga këto të Shkodrës, ndoshta nuk i ka pas ato elementet bazë të një qendrese, bani një devijim. Tash nësa jam në korrent me çështjen, Mariana s'ka gjetë përkrahet e grupi i Shkodrës. Por a nuk e vlen për ta diskutuar në çfarë pozitash erdhi Mariana? Kush që ky urdhërfyesi i parë që mendoj se Mariana ishte e përgatitur në atë kohë për detyra shumë të rëndësishme, të cilat kërkojnë guxime e këmbgule për të realizuar ato. Faktikisht ajo është një vajzë, me sa kam kuptuar dhe me sa kam komunikuar disa herë me te, një vajzë shumë e përgatitur, një vajzë me ndjenja krahinore, të cilat e bojnë krenare për zonën ku është ajo, por jo shumë e stërvitur me këto kthesat që i ka politika shqiptare, jo pak bile. Pa përvojë në politikë patjetër. Dhe kur kena të bëjmë me këtë dytin, është absurditet t'i krahasoj këtë dy figura, ku nuk mund të krahasohet fare me Marianën. Ajo provu 2 herë në detyra shumë të rëndësishme në Ministrinë e Mbrojtjes, me një ministre shumë të suksesshme, që ajo banit pamunurën për ta futur në rrugën e funksionimit. Ishte i pamunur. Për mu, këtu, me zgjedhjen e këtij elementit, duhet ta shpreh i fjalë që s'është edhe shumë dinjitoze për ta shpreh, se kësert e sjelljes kësaj figure në Shqipëri, duke e prunë ata si asin në mangë, në një kohë kur nuk kishte asnjë përvojë politike, s'kishte asnjë përvojë profesionale, s'kishte asnjë nivel arsimor, s'kishte asnjë praktik të realizuar në vendin tonë në Shqipëri, ku ne të besoshna. Dhe këto persona, Jul, është e habitshme, po insistojnë edhe sot me luajt rolin e negociatorit, sepse u jepet e drejta për të komunikuar, për të pi kafe me kryeministrin, duke i prunë njerëz të cilët
nuk janë të vlefshëm qoftë edhe për bashki. Ç'mendim keni ju Gjon për qasjen e kundërshtive ndaj organizatës partisë? A duhet që gjithmonë të jetë strikt linja dhe antarësia, apo kundërshtit edhe mendimet kundra i bëjnë mirë kësaj organizate? Unë kisha idenë se konferencat... Edhe a kanë funksionuar këto forume në fakt në kohë? Unë kisha idenë se konferencat kombëtare, ku ne mblidhemi disa herë në vit, kanë efekt jashtëzakonisht pozitiv ku jepet e drejta e komunikimit. Por, ajo si më shqetëson mu, është vendosja në këtë drejtime, në do forume drejtuese të Partisë Socialiste, njerëz që s'kan lidhje me partinë. Si mund t'i pranohet një kryetar partie, kur ai ka ndrru 3 parti. Kjo është absurd, nuk ka zgjidhje kjo. Kjo është zgjidhje për të thënë që bëm zgjidhje, po kjo nuk metet zgjidhje kurr. Si mund të abandanohet një antar i Partisë Socialiste, duke dhënë kontribute të jashtëzakonshme, edhe në qoftë se ka bën në shkelje, duhet gjem modelin e afrimit përsëri për ta bën të ndërgjegjshëm për atë që ka bën gabim. Po kjo nuk do thotë që tash flakum nga Partia Socialiste. A ka pas decentralizim real në këto vite? Jo vetëm, unë thash përmena disa anë pozitive që ka pas reforma e 2015. Po kjo nuk do të thotë që kishte afat 8 apo 10 apo 12 apo 15. Nuk ka më afat aja. Aja kishte një afat 5 vjet, ja 6-7 vjet. Nuk kishte më. Pra ne shteti, qeveria duhet të përmbanin një reformë krejtare, si do të thotë, dhënia e kompetencave. Argjoja më e shenjta është, duke e filluar nga njësia bazë, nga drejtorët e nëmarrëve, e deri tek qeveria, tek kryetari i qeverisë, dhënia e kompetencave. Pse duhet bëhem unë pjesë, kryeministri i Shqipërisë, duhet bëhet pjesë e zgjidhjes problemet të kryetarit bashkisë. Kryetari i bashkisë, derisa ka marrë votat, ai është personi përgjegjës. Karta Europiane e autonomisë lokale të pavarësinë në vetë qeverisë e biles dhe vetë në ligj është e cituar. Kjo është një vetë çështje. qeverisë vendore, autonomi. Kjo është një çështje. Në fakt po diskutohet shpesh edhe për këtë pjesën e reformës territoriale, duke parë më shumë si çështje numrash në territor të bashkive, sesa edhe si lënia kompetencash apo funksionaliteti. Gjoni, është për bashkimin e Kukës me Fushatin, është një nga tezat e hedhura në raportin e Partisë Socialiste, apo mendon se është më mirë delegim funksionesh? Ju jeni një specialiste e mirë e njohjes, jo vetëm nga profili juaj si juriste, por edhe si një kryetare me eksperiencë e cila do ban të mësojsh shumë të këti. Duhet të shtjelloj diçka në lidhje me problemin e reformës territoriale. Ka disa kohë që bëhet një zhurmë e madhe, jo 60, jo 80, jo 100, jo 50. Për mu, kjo është gjëja më kot, ja ta hallakasish opinionit publik. Në qoftë se ne do të bashna bashki të mirë organizuara, në radhë parë do të përshkruashna cilët janë kompetencat e një bashkie të re. Në qoftë se ne e bashna këta, atëherë nuk do të kishe fare rëndësi nëse ke 50 apo ke 80. Dhënia kompetencë e vlerëson, e naltëson bashkinë, punën e bashkisë, punën e specialistëve, secili del për sot ata. Nuk është problemi këtu, jo duhet me zona territoriale. Unë kam zona, respektivisht, edhe 4 orë larg nga bashkia. 4 orë. Dhe nuk ka met 1 ose 2 familje. E pse duhet thonë tash se kjo bashki duhet lanë e madhe e pa e vogël. Zotëri bashkia, nëse do ta bashën mirë seriozisht këto qeveritarët, do të mlidhshin, do të banin një raport të qartë, jo se po të merret kështu kryeministri i Shqipërisë ka një informacion të jashtëzakonshëm në këtë fushë. Por aja që nuk jam shumë i kënaqur, një gjë servilet nuk duhet gjë servili. Pra, si që thash pak me para, nuk ka si t'jape një kryetar bashkie kufi me mu, për një objektiv, d'vine kjo për d'vine e ta përcaktojnë ai. Kurse se, sa ai nuk e dën me fitu, absolutisht sa do energjeshëm letjet, ai nuk është, kryeministri dën me fitu tana bashkit. Jo kryetari i bashkisë ku ishi,
Pra, ne nisna çfarë detyrë është ka kryeministri. Kryeministri është i prerë që do ta fitojnë me çdo kusht gjithçka. Ndërsa një kryetar bashkie i ofër me ty kur se kërkon këta. Pra nëse ti do të bësh këtë paraprakisht, pra do të jepsh kompetencat të shishin tavalin. Edhe atëherë na po. Patjetër ju e cekët pak faktin e mungesës së kompetencave të plota ndaj pushtetit vendor dhe një tendencë për t'i paksuar këto kompetenca për shkak e justifikuar kjo me mungesën e kapaciteteve në shumë raste të njësive vendore, por do të ishte në fakt regres nëse edhe në ato zona apo bashki që kanë funksionuar dhe i kanë shërbyer dhe i kanë dhënë ofruar komunitetit që ato përfaqësojnë shërbime, kanë qenë afër qytetarit, të ridimensionohen edhe për shkak të disa artificave të gjetura nga ekspertë ndryshëm apo dhe për shkak të lobingjeve të drejtues qarqesh, të shkriheshin dhe ta kthenin vetë këto ish territore në territore jo funksionale për komunitetin. Pra, ajo që ju thatë, kompetencat e njësive aktuale vendore, të cilët nuk kanë një gjatësi shumë të madhe, gati 10 vjet, edhe nuk janë provuar ende nëse këto reforma e 2015 ka qenë apo jo e suksesshme. Në jashtë reformat zgjasin mbi 20 vite në kuadrin e reformës territoriale administrative, për mendimin tim, do të ishte një regres në gjykimin tim, ashtu siç ju thatë. Unë duhet të them vetëm një diçka. Nuk kam asnjë nostalgji për atë periudhë kohë që ka kalu. Por nëse do të bëhet organizimi i pushtetit vendor mbi bazën e komiteteve të ekzekutive të asaj kohe, dhe po të merret në analizë çfarë kompetenca ka pas komiteti ekzekutiv i asaj kohe, pa ne piksionim me hyn Bashkimin Evropian, e po ta marrësh sot, është një shmenuri. Është një cungim i gjithë kompetencave. Dhe unë e ai tjetëri nuk kanë se si të punojnë. Pra, të gjithë sektorët, me shëndetësi, me arsim, me zarfikse, me pyjore, me të gjitha funksionet dhe masa ndërhyse e pushtetit vendor të jetë vendimtare. Pra ti, nëse jep kompetenca, nuk jetë ja ligjëru raportin më të madh PD-s apo PS-s. Jeti dhënë kompetencë vendit punës. Masane konkurrimi është gjaja që e ka pas në dorë kryeministri dhe kërkoj edhe sot e kësaj dite në komunikim drejt për drejt apo indirekt, duhet të jenë masat më të fuqishme, rregulla strikte, pa marrë parasysh këto sekset që thash më përpara, se këto rezultojnë jo rezultativ, me kërkesat maksimale, shkollimi, eksperiencë pune, civite tyre respektive. Si mund vetë një kryetar bashki, për shembull, unë po marr për pukën, një gjë gjithë far llafër, po heqim dorë nga llafet. Si mund vetë një, si nuk ka lidhje fare me pukën, ka 30 e sa vjet si sa është në pukë, apo duhet patjetër pjesëmarrja fjala një X-it, se aja është i mirë shumë. Ku o pravu? Nëse Gjoni do të ishte kryeministër nesër, çfarë do të ndryshonit në E para nuk e dëshiroj jo sepse kam nej defekt në kuptimin e mirë fillt, por do të ndryshoja disa gjëra. Efektivisht unë e thash edhe pak më para, humja ime në mandatin e tretë nuk ishte i thjesht, ishte shumë i ndërlikuar. Nështë edhe shumë më tepër pa hyrë në ide konspirative. Se humja Puks, humja Fusharësit, humja Mirditës, që ne kishte treguar krejt ndryshëm njëri me tjetrin, na i le me kuptu një diçka shumë më të madhe. Po nuk i fut në kësaj ideje. Kryeministri i Shqipërisë ka një vlerë të jashtëzakonshme, njohëse dhe vizionare. Dhe më vjen shumë keq mu, si ky nuk e vën në lëvizje, por ka shkallën e besueshmërisë të pa baza. Pra, ai flet për një besë. Kryeministri i Shqipërisë nuk ka besë me lëvizjen. Kryeministri i Shqipërisë ka detyrim ligjor mbas marrjes votave për të qeverisë vendin. Ashtu siç e ka paraqit programin.
Kuj do t'i kërkojnë e besë? A do t'a dish tërsh, kryeministri i Shqipërisë nuk mund të jetojë në 24 orë pa u përmbes për kësaj administrata dhe për aty në anëtarëve të qeverisë. Është absurditet me përmend besë. A mund ta ndryshoj kjo marrëveshje e ashtu quajtura besa Ja. situatën? Ja. Asgjë. Këtë ka një besë tjetër, e ka besën me elektoratin që i ka thënë se do të jem i devotshëm për të kryer gjitha këto që i kam parashit në program, e duke marrë masa drastike, ndaj gjithë atyre pushtetarëve që po abuzojnë në hijen e tij. Një shembull për të përmeni, që më ka rastis mu më kenë. Për shembull, një drejtoresh e AZBR-s, nuk po përmeni emrin fare. Ka 14 muaj që janë bërë kërkesat për ndihmë ndaj bujqësisë. As edhe ai nuk e din ka ministër, ajo, nuk e din ka kryeministër, nuk din asgjë. Ajo thot jam unë kryeministri i Shqipërisë, më ka rastis me një vetëm personalisht. Pse duhet let kjo lloj modeli, kjo lloj sjellje atje, po pse nuk i pas aq punues Edi Rama sa me marr vesh nga fshati, jo nga qyteti, këtu që është në atë njerëz më të rëndësishëm, sepse ai përshën politikën e qeverisë shqiptare të Bujku. Ju e pat edhe në televizor, kishte 3 vjet burri i huaj, nuk merrte përgjigje. Qenta. Një pyetje e fundit për Pukën që unë e dua shumë, sepse edhe në rinin time të ershme me kë Pukjanë ri bëjmë patjetër mik i ngushtë, ashtu siç edhe me ty. Çfarë pengu ke që s'mundet ta realizoje për Pukjanët e tu? Kam pengje shumë të mëdha, që objektivisht jam i bindur që do të kisha realizuar disa projekte të cilët kishin të banin me ndryshimin e një situate totale e për të kthy Bashkia Puks në një qytet turistik gjithvjetor. Dhe për këta kam peng. Sepse jo vetëm që ato që kam lanë nuk po mirëmahen, nuk po trajtohen, por edhe po shkatrohen. Edhe njeriu duhet të jetë i kënaqur me një produkt, që produkti i tij është puna. Dhe unë tham këtë. Prandaj kam këto sugjerimet e para që kisha në lidhje me kryeministrin. Lufta me vetveten është lufta më e vështirë, pa fitoria më e këndshme. Që do thotë të gjithë ato që janë largu, jo se janë hek, po janë largu, duhet gjetë forma modele të ndryshme për t'i afru. Kontributi nuk duhet lënë pa absolutisht duhet vlerësu. Forma, kërkesa më e parë, sa është bon fillu kjo lëvizje, se këtu ka fillu. Ajo doli për flamengot, tash na del për tjetër gjë. A kupton? Dhe kërkesa atyne është një çoroditje e gjithë vendit tonë. A dini sa humit të mëdha në vlera ekonomike ka veni me këtë lëvizje. Dhe për të fitu, kërkojnë me fitu 2 ose 3, ose do sponsora, që s'kan lidhje fare me shtetin tonë. Nështë besa me te kalu atë imaginatën, nështë edhe kujshit, sa ty në u lëvërdis. Sët nuk i kjenë atë nivele plazhet e Shqipërisë. A një dam ekonomik, pra sët nuk e ki atë nivel të ardhurash ose mirëmbajtje të ambienteve, ta kriju me një mune, me një dirës të madhe. Kjo është kosto për qytetarin, jo për ato. Dhe një mesazh të fundit për Pukjanët, Pukën? Unë Pukën ju le du shumë. Unë me Pukën jam dashuru. Po mos isha dashuru, unë nuk do të shkosha dhe unë nuk do të shtrisha kapitalet e mia vetëm Pukë. E dëshiroj me mishë me shpirt që Puka tjetë konkurrente, sepse bani një lëvizje pozitive në sajt përkrahjes që na dha dhe qeveria shqiptare, po edhe me përkrahjen që na dha kryeministri i Shqipërisë, e vlerësoj punën tonë realisht. Dhe sot unë jam shumë kurylart të dalë para gjithë pukjanëve, pa përjashtim demokrat apo socialist, se nuk u mura mas një lloj incidenti, nuk mu kriju as një lloj pakënaqësie nëse abuzova me detyrën, vetë fakti
tregon se kam dalë pa asnjë lloj zhible, si i thon. Kështu që në këto kushte unë kam qefi, shim puk, të vazhdohet puna. Nëse e garantoj pukjon të pukën, nëse do vinë kandidatura të cilat janë të papërshtatshme, ato jo vetëm që nuk kanë për të fitu, po kanë për të lanë venin mrapa dhe shumë më mrapa. Ndoshta në njëri do thot punë e madhe. Faktikisht punë e madhe është për ato që e thunë këtë laf, po është shumë më e madhe për fëmijët, për njerëzit, për të ardhmen e venit. Kështu që të heqim dorë një herë mirë nga këto prumet me fluturime, sepse kena këtu njerëz, djelm, vajzat e din ti si sot në administratën e re, që është desh një mund e një përpjekje jashtëzakonisht e madhe për ta formuar, nuk e ke asnjë. Edhe kjo si shpjegohet? Si shpjegohet si drejtuesit e administratës nuk janë as në Shqipëri? Cila është roli i pushtetit vendor për ta kontrolluar? Sepse sot me sistemin tim si në gjendje gjinësh, sot me një numër pak kufishëm që janë shtu punëtor, nuk ka një punues si marr pjesë atje për të vadit lulet, për ta kthy këtë normalitet. E si nuk e du këtë pukën kur unë lash jetën time aty. Unë investova me gjithë shka, personalisht e me familjarisht. Edhe se të mos ta du pukën, kjo është shmenëri. Faleminderit Gjon, edhe dashuria jote për pukën besoj nuk do shteroj kur. Ishte kënaqësi që të pata në studio, një leadership me vizion dhe të fortë, që ndryshoi dhe transformoi një njësi vendore të tillë dhe është shembull për çdo kryetar bashkie. Megjithatë ajo që ngelet e rëndësishme dhe që ne e thamë është besueshmëria tek leadershipi. Është ai që mund të ndryshojë gjërat nëse ka vizionin, nëse ka dëshirën dhe dashurinë për vendin që përfaqëson. Faleminderit, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Kënaqësia ime.